Ndeshja hapse e gjirës së katërt në ligën e parë të Maqedonisë së Veriut mes Skopjes dhe Tikveshit është mbyllur me barazim 1-1. Bozhinovski kaloi vendasit në epërsi në minutën e 34 pas asistimit të Besar Guxhufit, ndërsa Sylla barazoi për Tikveshin nga pika e bardhë në minutën e 70. Ndeshja u zhvillua në kushte të vështira me temperaturën që arriti deri në +40 gradë Celsius. Pas kësaj ndeshje, Skopje mbetet me 2 pikë dhe pa fitore, ndërsa Tikveshi ka 7 pikë pas 4 xhirove. Në ndeshjen tjetër të zhvilluar në mbrëmjen e gjeshme në Shtyp, ekipi i Bregalnicës me rezultatin e sigurt 3-0 mundi Bashkimin e Kumanovës. Autor të golave për ekipin e Shtypit ishin Gligorov 2 gola dhe Kalpaçki. Me këtë fitore, ekipi i Bregalnicës tani ka të grumbulluar 6 pikë. Nga ana tjetër, për ekipin e Bashkimit ishte kjo disfata e 4 sezonale dhe atë pa asnjë gol të shënuar, ndërsa 15 gola të pranuar. Siç duket, Bashkimit nuk janë duke i ndihmuar as edhe prurjet e reja, kurse kriza e rezultateve tashmë ka ndezur alarmin e kuq në taborin kumanovar. Në xhiron e 5, Bashkimi është një koqire e Shkëndijës së Haraçinës. Java e 4 mbyllet të hënën me 2 ndeshje derbi, Bardari Sileksi dhe Shkëndija Struga Trimlum.